Në prag të sezonit dimëror u mbajt në Elbasan në drejtimin e prefektit të qarkut Ilir Bejtja, mbledhja e Komisionit Mbrojtjes Civile me fokus masat parandaluese dhe koordinuese për përballimin e situatave emergjente. Prefekti Bejtja theksoi nevojën për një përmirësim të planit të mbrojtjes civile në nivel qarku, me qëllim rritjen e efikasitetit dhe shpejtësisë së reagimit në çdo situatë emergjente. Edhe për bashkitë që të alokojnë në buxhetet e tyre fondet të cilat ju delegohen për mbrojtjen civile, sa më në mënyrë efektive dhe eficiente, të ndërhyet në kohë, paraprakisht mundësisht, se sa të ndodhin ngjarje që ne nuk do kemi mundësi të i kontrollojmë. Në 2015, nëse këtu ka njerëz që e kanë përjetuar si kohë, në zonën e Librazhdit, ne na u thyen 157 shtylla, mbetën zona të tëra pa energji. Dhe është bërë një ndërhyrje rekord, dhe kjo nuk u bë thjesht sepse OSHE-ja e dinte ku i kishte linjën, po sepse u angazhua gjithë popullsia krejt bashkitë që ishin në ndihmë të Librazhdit dhe vetë Librazhdit, që në kohë rekord pa ardhur festa vjetëri që të gjithë merrnin energji. Tani në këtë kohë jemi 10 vjet mbrapa. Ngjarjet nuk mund na përsëriten për shkak të mungesës së protokollit të ndërhyrjes. Është si lloj si tabelat rrugës, shpesh herë planifikojmë për shkak të rrezikut që mund përmbarë rruga, po një pjesë e madhe e tyre vendosen për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur, të paparashikuara. Pra është një protokoll i cili funksionon dhe parandalon në mënyrë konstante ngjarjet e rënda. Shefi i emergjencave civile Edvin Gjata e fokusoi fjalën e tij te problematikat që shfaqen me nisjen e shirave, ku problem serioz sipas janë gjëraturat e dëmtuara në Përrejnë dhe Lumej, që përshkojnë qarkun e Elbasanit. Lumës Shkumbin, aty ka një argjenatur që është dëmtuar prej vitesh, bën ndërhyrje të herë pas hershme, por aty kërkohet një investim afatgjat për të eliminuar rrezikun e rreth 10 banesave që janë në këtë argjenatur. Në Lumin Shkumbin ka mbetur pa u mbuluar me argjenatur 0.6 km në Polizval, rreth 2 km në Shushic, 2 km në Jagodin dhe 2 km në Papër, që i përmendur në rastin më parashëm në drejtorira anuale të ujitepullimit. Poroj Banazeres gjithashtu ka një problematik në pjesën fundore të tij, domthonë her pas here bëhen pastrime, por inertë dhe kemi evidentuar që në disa fshatra ka probleme me objektet ambulatore, mund të ketë një problem edhe me energjinë elektrike, e kështu me radhë. Zëvendës drejtori i policisë dhe Elbasan kërkoi reagim më të shpejtë nga kompanitë e kontraktuara nga ARSH për ndërhyrje të menjëhershme në rast bllokimesh apo rrëshqitjesh në rrugë. Do të tillë se ai s'ka si nitë ujë zbret. Pra unë mendoj që ju duhet shifin tipon i zgjidhjes aty Hermanseres, në rreshtet e mëdha, bëhet pengesë për qarkullim rrugor dhe bëhet rrezik për drejtuesit e mjeteve, se jo shumë kush, një sekondë kamerat, jo shumë kush ditë heci as nuk jetë në borë. Pra ne sot nuk nxjerrim më shofera, ne sot nxjerrim patenta, edhe ti e di mirë nëse vjen puna të shkosh akset rrugore, nuk ka ditë një herë bjeshi edhe ke 10-15 dalin nga rruga. Si pasojë e rreshjeve të fundit u shënuan problematika me bllokimin e rrugëve dhe mungesën e energjisë elektrike në Gramsh dhe Librazhd.